Alba qëndronte përballë Limit, një heshtje e ngrohtë duke mbushur hapësirën midis tyre. Nuk kishte nevojë për zhurmë, për fjalë të shumta apo shenja të mëdha. Ai e shite me sytë e vet, por ajo ndjente që çdo moment, çdo frymëmarrje e tij kishte rëndësi. Una, filloi ajo me një zë të butë, pothuajse të dridhur, të kam parë gjithmonë si mashkullin ideal për të krijuar familje. Ti e di këtë gjë, dhe nuk kam dashur ta them shpesh, sepse nuk është lehtë ta shprehësh një ndjenjë që nuk njeh kufi. Fjalët e saj nuk ishin thjesht deklarata, ato ishin rrjedha e një ndjenje të përshkruar me kujdes, e ndërtuar me kohë, e ndjerë me çdo dhimbje, me çdo gëzim që kishte kaluar pranë tij. Një ndjenjë që kishte zgjedhur me vetdije dhe që tani nuk mund ta mbante më brenda. Ti e di se të gjithë meshkujt e tjerë, vazhdoi ajo, duke e parë drejt në sy, kanë qenë aty, janë përpjekur të ngjajnë. Por për mua, ti ishe gjithmonë ai që shkëlqente më ndryshe. Ai që nuk kishte nevojë të provonte asgjë. Ti e ke atë qetësinë, atë forcën, atë ngrohtësinë që të bën të ndjehesh i mbrojtur, i kuptuar, i zgjedhur. Heshtja mes tyre ishte e gjallë, e mbushur me kuptime që fjalët nuk mund t'i kapnin të gjitha. Alba ndjeu zemrën e saj të rritet, të përshpejtoi ritmin, si të kishte frikë se çdo moment që heshtin mund të humbeshin mundësitë për të shprehur atë që ndjen. E kam veçuar ty, tha ajo, duke bërë një hap më afër, duke e prekur dorën e tij pa frikë. Nga të gjithë meshkujt e tjerë. Nëse ka një dikush që mund të kuptoj, të mbështes, të rritet bashkë me mua, ai e ti, dhe nuk ka askush tjetër që të më bjerë më mirë në zemër, që të më bëj të ndjej atë siguri që ti më jep. Limi të shikoi, pa fjalë për pak momente, si të shqyrtonte çdo ndjenjë të fshehur që ajo kishte vendosur të shprehte. Ndjenja që nuk ishte thjesht pasion. Nuk ishte e lehtë, nuk ishte e kapshme me fjalë. Ishte ajo lloj dashurie që rrjedh nga respekti, nga besimi, nga njohja e thellë e njëri tjetrit. E kam zgjedhur më mirë të jem vetë, tha Alba, duke ndjerë një dridhje në gjoks, se të jem me dikë tjetër përveç teje. Nuk është egoizëm. Nuk është s'diçka e lehtë. Është mënyra ime për të thënë se ti je ai që meriton zgjedhjen time të vërtetë. Çdo tjetër do ishte vetëm një zëvendësim, një iluzion. Por ti nuk je iluzion. Ti je i vërtetë. Ai e ndjeu këtë, një moment i rrallë ku heshtja nuk ishte boshllëk, por një dëshmi e ndjenjës së saj. Ai mund të lexonte çdo fjalë në sytë e saj, në mënyrën se si trupi i saj qëndronte pranë, si frymëmarrja e saj përshtatej me të. Alba nuk po fliste për të bërë premtime. Nuk po thoshte atë që të tjerët dëshironin të dëgjonin. Ajo po fliste të vërtetën, atë që nuk mund të fsheheshin, atë që nuk mund të manipulohej, se zemra e saj kishte zgjedhur Limit mbi të gjithë. Unë të dua, vazhdoi ajo me një zë të ulët, por të fortë, jo thjesht për atë që je, por për atë që bëhemi së bashku. Për mënyrën se si më bën të ndjej që jam e vërtetë, e sigurt, e mbrojtur. Ti je ai që më bën të besoj se dashuria nuk është lojë. Nuk është taktike. Nuk është tregtar emocionale. Je ti që e bën të ndjehet reale. Limit ndjeu një emocion që nuk mund ta përshkruante lehtë. Nuk ishte vetëm gazëllim apo lumturi. Ishte diçka më e thellë, një lidhje që nuk mund të thyej nga fjalët e tjerëve, nga lodhja, nga stresi apo nga sytë e botës që i shikonin. Alba po i jepte diçka që nuk mund të matet me asgjë, një zgjedhje të pastër, një përkushtim të hapur, një shpirt që thotë, ti je ai që dua, dhe kjo është e pakushtëzuar. Prandaj, tha ajo duke buzëqeshur me atë qetësi që vinte nga siguria, më mirë të jem vetë, duke të ruaj ty në zemrën time, se sa të jem me dikë tjetër. Sepse çdo tjetër nuk do të ishte as gjysma e asaj që je ti për mua. Limit e kuptoi pa fjalë më shumë se çdo tjetër moment. Ky nuk ishte thjesht një deklaratë dashurie. Ishte një bekim dhe një përkushtim njëkohësisht. Një rrëfim i shpirtit të saj që nuk kërkonte miratim, vetëm pranimin e tij. Ata qëndruan aty disa çaste të gjata, të mbushura me heshtje dhe kuptime që fjalët nuk i përshkruanin dot. Alba nuk kishte nevojë për premtime të tjera. Nuk kishte nevojë për prekje spektakulare. Vetëm ky moment, kjo sinqeritet, ky zgjedhje e vërtetë, ishte e mjaftueshme. Në atë heshtje, e ndjen të dy fuqinë e ndjenjës së vërtetë, atë që nuk thyet nga asgjë, as nga koha, as nga situatat, as nga sytë e botës. Sepse kur dikush të zgjedh me gjithë zemrën, nuk ka vend për dyshime. Dhe Alba e kishte bërë zgjedhjen e saj, Limit mbi të gjithë të tjerët. E pakushtëzuar, e sinqertë dhe e përjetshme.